Bota tashmë do ta njohë Alen Sherin, një portier shqiptar 27 vjeçar, i cili luajti vetëm 7 ndeshje për Cagliarin këtë sezon dhe bëri gjithçka që kishte mundësi për të prishur titullin e Napolit. Ai shpëtoi gjithçka që mundej në 50 minuta loje. Ky ishte vetëm njëri nga komentet më pikante që erdhin në Twitter për gardianin shqiptar nga tifozët italian. Alen Sheri ka qenë deri vonë pjesë e gnatës në superiore. Më pas kaloi direkt në Serie A, pa përdorur asnjë trampolin, menjëherë pjesë e Cagliarit. Kur fati erdhi në dorë për të luajtur titullar, Sheri nuk e përdori dot mundësinë, nuk e shfrytzoi atë, nuk bënte gabime të mëdha në ato ndeshje të aktivizuara, por as ndonjë mrekulli, diçka më shumë. Të luash në Serie A nuk do të thotë të bësh gjëra të thjeshta, normale, por kërkohet diçka më tepër se kaq. Dhe në ato pak ndeshje që Sheri luajti te Cagliari, nuk e tregoi këtë. Kështu Cagliari hyri në merkato për të marrë një tjetër portier, Caprilen, i cili ka bërë paraqitje shumë të mira, por në ndeshjen e fundit te Cagliari vendosën që të ishte Sheri portieri titullar në ndeshjen kundër Napolit. Sheri për një moment e pa veten nga një rezervë Cagliarit në një lojtar që gjithë Italia ishte me vëmendjen tek ai. Kjo pasi tifozët e Interit filluan të qeshnin dhe të dyshonin se si Cagliari po hapte portën duke futur lojtarët e stolit kundër Napolit, mes tyre duke hequr portierin Caprile dhe duke aktivizuar Sherin, i cili kishte shumë muaj pa e parë fushën. Në disa media doli edhe lajmi se Caprile kishte një dëmtim muskulor, por kjo nuk mund të besoj kaq lehtë në ndeshjen e fundit kundër Napolit. Dhe në një moment, Alen Sheri u zgjua dhe vendosi të mos ishte një njeri normal, një portier normal, por të bënte diçka më shumë. Portieri shqiptar bëri disa pritje të pabesueshme në pjesën e parë kundër Napolit, në një stadium të sërmbushur për festë dhe ku ishin vetëm 10 tifozë Cagliarit, ndërsa pritjet e tij të pabesueshme langoi hapur tifozët italian që në rrjetet sociale reaguan në Twitter mes buzëqeshjes, duke thënë se te Cagliari ekziston edhe një bufon, quhet Alen Sheri. Dhe në mediat italiane, Sheri u shpall lojtari më i miri i ndeshjes te Cagliari, madje duke thënë se për një moment i krijoi Napolit një ide që skenari më i keq mund të merrte jetë. Ai humbjes së titullit kampion në një stadium të sërmbushur. Në fund Napoli fitoi 2-0 dhe fitoi titullin kampion, duke hequr pengesën Sheri, por me një paraqitje të tillë, në një 90 minutash të tillë, Sheri ka fituar një besim te Cagliari ose një transferim që nuk e kishte përpara ndeshjes me Napolin. Kishte vetëm disa ndeshje të luajtura normalisht dhe mes kritikave në Itali. U kthye në ero atëherë kur duhej, në momentin kur e gjithë Italia ishte me sy tek ai, dhe njëkohësisht tani do të ketë sadopak edhe falënderimin e tifozëve të Interit që Sheri bëri gjithçka që kishte mundësi për të ndaluar Napolin në ngritjen e titullit kampion.